është shumë e bukur, po është dhe shumë e lodhshme. Edhe sigurisht që profesioni kërkon edhe impenjimin e vet. Kuriozitetin, nëse ja fshin kuriozitet, nëse ja ndalojnë, do të bëjmë një fëmijë që stepet, që dëgjon mësuesen dhe përsërit atë që ai dëgjon. Në ditët e sotme, fëmia është vendosur në qendër të mësuarit. Dhe vendosësh fëmijën në qendër të mësuarit, presupozon nga mësuesja që të njohë të gjithë grupin e fëmijëve. Kush jep më shumë në vizatim, kush jep më shumë në një konstruksion dhe t'i ofroj njohjen